Më tutje është përcaktimi i fazave të kontrollit, duke ndarë qartë çdo fazë në periudhën e zbatimit punimeve me kontroll në kohë të projekteve të miratuara. Edhe ky është një aspekt që ka qaluar shumë deri sot. Më tutje është forcimi i mekanizmeve të kontrollit, duke përcaktuar 4 faza të detyrueshme kontrolli nga ana e njësive të vetëqeverisjes vendore. Dhe pastaj vjen detyrimi për dhënien e certifikatës së përdorimit nga autoriteti përgjegjës i zhvillimit territorit, vetëm pas konfirmimit të aktit të kontrollit e njësia e vetëqeverisë vendore, që përfshin edhe përfundimin sipas lejes ndërtimit të fasadave, rifiniturave dhe sistemit jashtëm në përputhje me projektin arkitektonik të miratuar. Dhe kemi shtuar dhe detyrimin që uji dhe dritat lidhen vetëm pas marrjes së certifikatës përdorimit, sepse e keni parasysh që arsyeja pse njerëzit mbeten pa hipotek është se ndërtuesit nuk respektojnë të gjithë parametrat e lejeve të ndërtimit dhe mbikëqyrja nga ana e bashkive është konstatuar të jetë jashtëzakonisht e dobët, gjë që kthen drejt për drejt në viktim atë që është në fakt, jo vetëm i pafajshëm, por që është edhe i zoti i investimit, qytetari që ka paguar për të pasur një shtëpi.